Përshëndetje të gjithë dhe mirë se vini në kanalin tim. Unë jam Elana edhe sot kemi një vlog të ri. Jam kthyer nga palestra, kam bërë banjon time, prandaj e shikoni edhe fytyrën kështu keq fare. Çdo herë që lyem, sa kthem në shtëpi direkt e laj fytyrën. Këto ditë nuk e di çka ka ndodhur, por kam diçka si infeksion te sytë e mia. Më skuqen syt, nuk e di po e mbani mend nga vlogu i fundit, po ju kisha thënë që zyem me sytë e fryra, edhe kishte filluar më ikte lëkura nga këtu lart edhe nga këtu poshtë, edhe nuk dija ç'a po ndodhte, edhe kuptova pastaj kur e kërkova pak më shumë që është infeksion. Vajte edhe te doktori më dha disa pika për syt edhe një larës që është vetëm për pjesën e syve, edhe po mundujem të mos ve shumë make-up, edhe kur ve ta heq direkt sa kthem në shtëpi, prandaj do më shikoni kështu brenda vlogut. Normale që erdha në kuzhinë sepse mbas palestrës po vdes për bukë, edhe mezi po prisja të mbaroj banjon, të vishem edhe të vi këtu, bura dhe kremrat e mia. Sot i bëra të gjitha, dje lava flokët edhe prandaj nuk i kam bërë asgjë, dua t'i rregulloj sot. Të bëj dhe një kaçurel kështu të bukur, po i kam vënë vajra, i kisha vënë maska dje të gjitha, po mundoj t'i mirëmbaj, sepse përdora pjastër para disa ditëve, edhe e ndjeva që direkt flokët e mia u dogjen. Direkt. Edhe thash nuk do përdor më pjastër, skaqe, le t'i lë kështu siç janë, të bëj dhe një kaçurel me Dysonin, sepse Dysoni funksionon me erë, kështu që nuk e dëmton kaq shumë flokun sa e dëmton pjastra për shembull. Edhe kuptova që duhet ta heq fare nga jeta ime. Jam shumë e lumtur sepse mami dje na bëri lakrore dhe mezi po pres të ha. Sepse lakrori me presh është nga ushqimet e mia të preferuara në këtë botë. E ka bërë kësaj radhe me presh edhe me gjizë. Unë e ha me feta në përgjithësi, me djath të bardhë, më pëlqen më shumë, kështu që do e hap tani pak, do i ve edhe pak feta nga lart, edhe do jetë. Edhe sot që thoni, kam ditëlindje. Kjo goca këtu që shikoni, u bë 23 vjeç. Nuk e besoj dot. Ndjem që thjesht rritet numri, edhe nuk rritem unë. Do me thënë, unë ndjem sikur jam 20 akoma. Nuk kuptoj diferencë. Nuk e di si ta shpjegoj këtë gjë, po 23-shi me 22-shin, më duket e njëjta gjë. Edhe 23 me 24 do më duket prapë e njëjta gjë. Nuk e di, nuk e ndi kaq shumë diferencën te vetja ime, por mami se erdhi në shtëpi më tha të bëheshe 100 tek te ande, më tha e ke kuptuar që data sot është 23 janar edhe ti mbush 23, edhe i them nice, nuk e kisha menduar, po diçka duhet thot kjo, apo jo? Apo po, nuk e di. Just saying. Edhe prandaj ju thash që duhet të rregulloj edhe pak flokët e mia, edhe disi të bëjmë më e bukur, sepse në darkë kam pronontuar të shkojmë në një lokal, të pim verë, të pim një koktejl, ku e di unë ç'a të duam, të festojmë ditëlindjen time me kushurinë, me shokët, në përgjithësi me njerëzit që kam afër. Nuk e di asa veta do jemi, kam pronontuar unë një tavolinë për 10 veta, po më duket do jemi më shumë se 10, edhe kjo gjëja më ka stresuar pak, shpresoj të nxejmë. Me zor gjeta një lokal, sepse e vetmja gjë që më jep bezdi te ditëlindja ime është që bjen dimër, edhe unë di pafund lokale që kanë jashtë tavolina, janë të bukura, po nuk mundemi të rim jashtë, duhet të pronontoja diçka që të rim brenda, edhe opsionet që kisha nuk ishin shumë. Do ishte shumë më bukur të festoja ditëlindje në Behar. Do kishe mundësi të shkojmë edhe në det diku afër, ose ku e di unë, në një beach bar. Kurse tani bën ftohtë. Nuk je edhe shumë orek sepse koha është keq fare këto ditë, sidomos nuk e di çka ka ndodhur, edhe po përmbytet Athina nga shit që kishte. Se pash në lajme që këto 2 ditë kishte dhënë si tip emergjencë që të rini brenda në shtëpi të gjithë, edhe fëmijët nuk vajtën në shkollë, sepse brenda ditës ra shi që do binte brenda një muaj. E kuptoni pak a shumë ç'a ndodhi në Athinë. Edhe koha tani është, nuk je as orek se dalësh, as të bësh asgjë, po thash
s'ka gjë, kam ditëlindje, duhet diçka të bëj, sepse edhe këtë ditë unë nuk kam para dal nga shtëpia, sepse po mundem të lexoj, të hënën jap provimin tim të fundit me zor, po pres të mbaroj, por këtë ditë unë realisht duhet të lexoj, të shtrojmë, të mundojmë ta kaloj këtë mësimin, edhe stresi më ka mbytur, ndihem kështu. Shpresoj ju të kaloni pak më bukur se unë te ditëlindja juaj. Normale që deri në darkë kemi kohë, kështu që kam marrë këtu kafen time, të më ndihmoj edhe të nis të lexoj, nuk dua fare. 2000 years later. Ka arritur ora të filloj të rregulloj floçkat e mia, edhe desha t'ju tregoj pak situatën këtu. Nuk e di po e mbani mend nga vlogje shumë të vjetra, po ky është kompjuteri im i vjetër. Do me thënë, nuk është i imi, është e motrës që e mora unë pastaj, kur iku motra nga Greqia, edhe e kisha vënë diku brenda në dollap. Edhe u kujtova një ditë, thash, unë në këtë kompjuter kam fotografi super të vjetra, edhe desha t'i shikoj njerë, edhe prandaj e kam vendosur këtu, sepse është plot me fotografi, do ja u tregoj në një moment tjetër, jo tani sepse tani do bëhemi gati, por kam zbuluar kujtime që as nuk e dia që i kisha, edhe kam lënë këtu sepse po mundem të gjej një mënyrë të kaloj gjithë fotografitë që kam te kompjuteri, ose te laptopi, ose në një USB, ose në një diçka që t'i kem diku. Po thjesht kompjuteri është i vjetër, nuk lidhet në internet që të mundem t'i dërgoj për shembull me mail, me ku di unë, me çdo gjë. Kështu që duhet të gjej mënyrë tjetër, edhe kam lënë këtu tani për tani derisa të kaloj fotografitë. Nuk e di ç'a të bëj kaçurelka me Dysonin base. Nuk e di as që do vesh sot, realisht nuk e di, nuk kam vendosur për as edhe një gjë. Kaloj shumë bukur kohën time duke lexuar sot. Situata këtu është trust the process. Dukem si e çmendur realisht, por shpresoj të dal një rezultat i mirë, sepse unë çdo herë që dua të bëj make-up, edhe kam të shkoj diku të dal, edhe dua të jem e bukur, edhe do ri të merrem 3 orë me make-upin tim, do dal gjithmonë skandal. Kurse kur e bëj make-upin për 5 minuta, edhe nuk kam në asnjë vend të shkoj, edhe e di që do ri në shtëpi, make-upi më del gjithmonë yll. Nuk e di ç'a problem kam unë si person që më ndodh kjo gjë, po realisht është nga problemet e mia më të mëdha. Sa më shumë merrem me make-upin tim, aq më keq del. Shpresoj sot të kem fat. Më dërgoni energjinë tuaj pozitive. Ndërkohë që un isha këtu edhe po lyesha, kisha vënë kufje këtu AirPods që kam marr, edhe dëgjoja muzikë me kufje, sepse mendoja që mami me babin po flinin, edhe thash le të vë kufje tani mos e vë në laptop edhe i zgjoj. Edhe po binte dera, un nuk e dëgjoja, se me këto kufje kisha edhe në full, edhe nuk dëgjoja asgjë. Edhe binte dera, unë nuk dëgjoja, pastaj që u hapa. Thash, ç'a po bëhet? Shkoj e hap derën edhe mami me babin. Më bën edhe surprizën time për ditëlindje, më sollën tortën, i fryva edhe qerin të mia, bëra edhe një wish, si themi wish, një efqi, si quhet, nuk e di. Shikoni këtu. Jam zhveshur tani se isha nxehur me flokët që bëje të gjitha, nga stresi mbase, nga sikleti që të arriti bëj të gjitha. Edhe ja si duket edhe make-upi përfundimtar, më duket doli bukur. Kam bënë qerpik falso, edhe ndihem që më shkojnë disi. Tani nuk e shikoni tamam se i kam edhe flokët kështu, edhe nuk kam lyer edhe buzët akoma, se duhet njëherë të vëm ç'a do veshin, edhe pastaj të luajmë edhe buzët që të mos përlyhemi. Unë jam gati. Dhoma është rumuj, prandaj nuk po e kthej kamerën që të mos shikoni këtë situatën skandal. Kam veshur një fustan, tani nuk e shikoni, do ja u tregoj jashtën pasqyr. Është me mangë të gjata kështu e zezë, po thjesht është deri poshtë. Edhe të marr çantën time, palto nga lart që të mos ftohemi normale, edhe duhet të nisem se jam me vones. Jam me vones si gjithmonë, edhe të ditëlindja ime akoma jam me vones. Ja si duket outfiti total, kam veshur këto gjetat këtu, të cilat janë me tantel. Në këmbë kam veshur taka, edhe fustani, siç ju thash, është i zezë me mangë të gjata, me një çarje këtu
në anë, edhe disti kështu veshët. Tani mbase është too much për atje që do shkojmë. Por e dini që nuk më intereson se kam ditëlindje sot. Këtu te qesja kam atletet të cilat duhet të ndroj tani që do ngas makinën. Çanta ime zez, një kapse na duhet gjithmonë sepse po plasa nga fapa unë që do bëj, duhet i kap flokët. Edhe disi kështu jemi gati, nisemi. Po shkojmë të mbejmë surprizë të Eliana. Jemi të gjithë. Jemi mbledhur me një tort, do ta shkojmë pastaj. Σκορπίσεις της νιώσεις το φως και όλοι να λένε να μία σοφός. Τι ωραία τούρτα! A tiny bit bigger. Normale që kemi erdhur në banjë dhe po bëjmë photoshooting. Normale. Okay guys. Erdhëm te një kantin të haj, sanduiç. Unë nuk mora të haj, do haj në shtëpi, por të tjerët morën. Ky këtu që shikoni ka një gojë shumë të pistë. Lepitka. Lepitka. Po do. Jani po pyet Nadjen qa sharje ti them në vite dhe Nadja i thot thuaj lepitka. Edhe Jani mendon që po na shan momentalisht. Beni Janin cancel. Ky nuk është për YouTube, nuk është. Mirë mëngjes nga një ditë tjetër. E vërteta është që ka kaluar një fundjavë që nuk ju kam folur. Herë e fundit që hapa kameran ishte të premten që kisha ditëlindje, edhe pastaj të shtunën e të dielën isha thjesht në shtëpi, po lexoja, sepse dje që ishte e hënë dhasha provimin tim të fundit. Nuk ju fola fare atë ditë sepse dolëm, unë isha në një botë tjetër me shumë njerëz. Këtej andej, po mundohesha të flas me të gjithë, të komunikoj me të gjithë, kështu që nuk pata shumë mendjen te vlogu. Por desha në të njëjtën kohë edhe ta shijoj sepse sa rritemi, rastet që mblidhemi të gjithë bashk nuk janë shumë. Edhe kur jemi të gjithë bashk, dua, domethënë ta shijoj momentin. Kështu që ndërkohë që po bëj make-upin tim për sot, sepse do dalim për pak, t'ju them që atë ditë unë dola nga shtëpia dhe vajta te shtëpia e David, sepse më kishte thënë hajde këtej një herë, të jap dhuratën që të kam marrë për ditëlindje, edhe pastaj të dalim direkt bashk. I thash okay, do ju tregoj pastaj çfarë dhuratë më mori. Kështu që vajtëm lart, pash dhuratën time, këtej ande, u gëzova, edhe ishte ora të zbresim që të nisemi. Unë me shokët, me kushurinë që kisha folur, i kisha thënë të gjithëve që në orën 9 të jeni te ai lokali në qendër. Edhe më kishin thënë okay. Dalim nga shtëpia e David edhe ma bëjnë surprizë të gjithë bashkë, kishin mbledhur, kishin marrë tort. Nuk e prisja, e vërteta është, se hapa derën te shkalla, thjesht bëra një kështu, sepse realisht u tremba si që dolën të gjithë bashk atje. U gëzova tepër shumë. Edhe pastaj u nisëm të gjithë bashk për te lokali që kisha pronontuar. Sa kalon te ora vinin edhe disa të tjerë që nuk ishin te surpriza, se disa punonin deri vonë, edhe erdhen më vonë. U mblodhëm të gjithë bashk, u bë një rumuj. Unë kisha pronontuar tavolinë për 10 veta. Përfunduam diku te 13-14, kështu që gjysëm ishim në kam, gjysëm të ullur në tavolinë, pim verë, kaluam bukur, bëm muhabet. Unë si fillova me make-up edhe nuk fillova me vetullat e mia. Gjithmonë kur filloj dhe flas te kamera, haroj si të lyem, gjithmonë. Edhe jam e sigurt tani që make-upi do dal skandal, por disi kështu e kaluam atë ditën, u ktheva pak vonë në shtëpi, sepse pastaj vajtëm hëngrëm të gjithë bashk një sanduiç, se ishim të uritur, te ai lokali që kisha pronontuar kishte vetëm pije, alkoole këto, kështu që nuk kishim çat të marrim të ham. Pastaj sa të kthejmë në shtëpi do ju tregoj edhe dhuratën që më bëri Devi për ditëlindje, pak a shumë i kisha thënë unë ç'a desha, po do ju tregoj pastaj, sepse tani po bëjmë gati shpejt e shpejt të dal për një kafe me Irinin, me kushuriren, sepse dua të filmoj te kafja që do shkojmë 1-2 bashkëpunime që kam, edhe thash pse jo, të kombinoj të gjitha bashk, sepse unë në përgjithësi merrem me bashkëpunimet të shtunën e të dielën që kam edhe më shumë kohë, edhe kam edhe njerëz që munden të më ndihmojnë, domethënë. Si për shembull,
David, se atëre nuk punon. Por këtë fundjavë, siç ju thash, nuk bëra as edhe një gjë, sepse vetëm lexoja. Presoj provimi të ketë vajtur mirë, sepse më kishte stresuar tepër shumë. Nuk jam fare e sigurt po e kalova apo jo. Vajta, dash, shkrojta gjithë ato gjërat që dija. Shpresoj të kem fat. Të kem fat edhe fat. Duhet të shkoj të pranotoj të bëj ndonjë brow lamination, laminim të vetullat, sepse më ka caruar kjo situata, çdo ditë të duhet t'i bëj me të qeriun. Por të paktën sot jam pak më e qetë, me iku një stres i madh tani që mbarova, edhe mundem të fokusojmë prapë këtu te puna ime preferuar, të bëj vlogje, të bëj content, krijoj gjëra të bukura. Kjo gjëja realisht kam kuptuar që më jep lumturi në këtë jetë. Edhe mezi po pres të dal edhe për kafe me Irinin, sepse më tha që ka një të re. Nuk e di ç'a është, por mezi po pres të dëgjoj. Kur dhoma është rumuj, do me thënë që goca është gati. Kam veshur këtë fustankën. E vërteta është që do shkojmë te një kafe këtu te lagja, nuk do shkoj diku larg ose diku shumë bukur, por desha të jem e bukur për reelsin që do filmoj, kështu që vesha këtë dhe nuk më intereson edhe shumë. Po ndim unë bukur, do me thënë që do shkoj mirë dita. Irini, çfarë të reja kishe të më thuash? Na thuaj. Gjeta punë. Bravo! Po filloj nesër, Po. do punoj 8 orë, 5 ditë. E tani do shikojmë si do vete, sepse është një punë që duhet të ndal nga te e comfort zone. Edhe nuk jam mirë në mendje, por do e gjej, do e gjesh. Goca gjeti punë edhe tani unë ngjela vetë. Kisha një njeri të dal për një kafe, të bëj pak content, të më ndihmoj me fotografi, me video, me të gjitha. Tani iku, mbarovi. Shpresoj t'ja vlej kjo puna, edhe shpresoj një ditë të arri në atë fazë që do bëj aq shumë lek që do të marr unë për punë, edhe do të paguaj rrogë që të më ndihmosh me videot e me të gjitha. Ndihmoni dhe ju duke bërë një subscribe. Unë isha ai personi që nuk lexoja kur libra, edhe kam arritur brenda një muaji të marr librin të katërt. Edhe nuk është i vogël, e shikoni. Ka diku te 600 faqe, diku atje. Edhe mezi po pres të shkoj në shtëpi dhe të lexoj. Do me thënë gjithë ditën them hajde të mbaroj me punë, me të gjitha ato që kam të bëj, të filloj të lexoj librin. Jam transformuar në një njeri që as unë nuk e dija që mundem të bëj. U ktheva në shtëpi që thoni, edhe me që isha e lyer dhe kishte edhe një ditë të bukur me diell, sepse këtë fundjavën kishte vetëm shi, u përmbyt Athina. Realisht nuk e di pse ç'a ndodhi, po binte vetëm shi gjithë ditën. Unë isha edhe në depresion, sepse nuk e di, psikologjia ime varet shumë nga koha që do ketë jashtë. Po ka shi, unë mbarova si njeri në përgjithësi. Kurse kur ka diell, më vjen energjia, pozitiviteti e të gjitha këto gjëra. Edhe fillova të filmoj një reel për në Instagram ose TikTok, nuk e di, nuk e kam vendosur akoma, me disa rroba të reja që më kishin arritur. Të më ndiqni atje që ti shikoni kur ta postoj në TikTok edhe në Instagram, se jo. Edhe është trembër kjo kamerë. Po, jo, nuk e di. Edhe erdhi tani në kuzhinë sepse desha t'ju tregoj dhuratën time nga i dashuri. Do thoni ju pse erdhe në kuzhinë që të ne i tregosh. Do ju them tani pse. Nuk kemi një qese, po kemi janë të rënda, janë nga Nespresso, nuk e di po e keni kuptuar deri tani ç'a mund të jetë, por tada! Desha që thoni këtu edhe pak kohë, si quhet kjo? Që bën kafe? Një aparatur? Jo, nuk e di. Kjo që bën kafe. E kisha parë, unë jam një person që marr ble çdo mëngjes kafe nga jashtë, edhe në përgjithësi në dimër pi kafe të ngrohtë, kurse në behar pi kafe të ftohtë. Edhe thash, për dimër do ishte fantastike të mos duheshe të dal nga shtëpia çdo mëngjes, sidomos kur sa jam zgjuar edhe dua thjesht kafe, takim direkt, të mos ndrohem, të mos vishem të dal jashtë, takim në shtëpi. Prandaj më mori këtë që të bëj kafe çdo mëngjes. Por nuk mbaron atje dhurata ime, sepse vjen e më thot, kishte një super ofertë. Thash ç'a ofertë? Po të mirje, 300 kapsula.
këto të kafes, do me thënë këto i ve brenda te aparati dhe të bën kafe. E më tha, po të mirë 300 nga këto, të jepnin dhurat këtë aparatin tjetër, i cili është që të vesh brenda qumshin, edhe të bën si tip shkum, si është cappuccino i ngrohtë, do me thënë që ven nga lart atë qumshin që bet si shkum, e bën kjo këtu, edhe vajti më mori 300 kafe. Nuk e di unë ku do i vete gjitha këto. Plus, më ka marrë shije të ndryshme, sepse unë nuk di qa shije të pi. Nespresso në përgjithësi ka kafe, ka shije kafe të ndryshëm. Unë nuk kam provuar ndonjëherë, kështu që nuk e di qa më pëlqen, më tha të mora të ndryshme që ti provosh. Thash, ok, super. Kështu që kam kafe falas për 300 ditë. Që të kuptoni ju. Ishte shumë dhurat e bukur. E dija që do më mirte sepse unë i kisha thënë që dua këtë janë dej. Do me thënë nuk ishte do një surprizë super e madhe, po është nga dhuratat që realisht do më hy shumë në punë, do e përdor çdo ditë. Plus flisja në telefon me motrën kur i thash qa dhurat më mori Devi, e më thotë shikon sa rritemi, marrim kafe për në shtëpi, këto gjërat, se nuk kemi më nevojë për budalli që si të tipit një fustan, një make-up, një. Jemi mërzitur me këto. Duam tani gjëra, do të thënë më të rëndësishëm për ditëshmërinë tonë. I them të hap, ta vendos, sepse nuk e di s'ku do e ve, këtu te kuzhina jonë bëhet nami, po disi do gjej mënyrë diku ta gjesh, edhe pastaj do duhet të vishem përsëri, sepse po kthehet i dashuri nga puna, më morin telefon, më thot, hajde dalim për ndonjë kafe. Thash, e di çan, ide shumë e bukur kjo. Sikur nuk isha për kafe para 3 orëve, po s'ka gjë. Do bëjmë një kafe të shpejtë dhe pastaj nga ora 6 themi të shkojmë të marrim një tort, sepse sot ka ditëlindje vllai i David. Kështu që duam të shkojmë të bëjmë një surprizë edhe bashkë me të dashurën e vllait të David. Nuk e di po ju kam gatruar tani. Kaq ditë nuk e kisha hapur vetëm sepse desha ta tregoj një herë te kamera. Unë ndërkohë nuk e di si funksionon. Duhet të lexoj këtë që të mësoj si funksionon. Prisni të hapim edhe këtë të qumshit. Pse është kaq vështirë? Sa më pëlqen që të gjitha të paktën i kemi të zezë edhe gri. Gri me të zezë, gri me të zezë, fantastike, të paktën shkojnë të gjitha njëra me tjetrën. Stella, shoqja ime ngushtë, më tha, javën tjetër, ke të bësh ndonjë gjë të premten. Thash, jo. E më thot, mirë mos bëj ndonjë gjë, sepse do të nxjerr jashtë për dhuratën time. I thash, çfarë do me thënë kjo? Tha, do shikosh. Kështu që dhuratën e Stellës e pres të premten. Ndërkohë, Nadia Kushurira erdhi këtu më tha, dëgjoj, unë mendova të marr ndonjë gjë. Edhe më thot, rroba ke, make-up e ke, gjëra për flokët ke, çdo gjë e ke. Kështu që më tha, na, edhe më jep lek, e më thot, unë nuk dori të mendoj. I ke të gjitha na, mirë këto. Nga ana tjetër Jani shoku im i ngushtë, më ka marrë 300 herë në telefon, më thot, më thuaj po e ke këtë, po e kam, më thuaj po e ke këtë, si e do atë. Edhe po mundoj t'i shkreti të më gjej diçka, edhe mezi po pres të shoh edhe ai ç'a do më ble, sepse i tha Kushurirës, Irinit, që ishim bashkë në mëngjes, që do dalim ndonjë ditë në qendër ne të dy, edhe t'i zgjedhim bashkë ndonjë dhuratë, sepse unë vetë nuk mundem. Ndërkohë këtu kam një dhurat tjetër, e cila është nga mami David. Edhe vajta, atë ditën që vajta për dhuratën e David, më dha edhe mami David këtë dhuratën këtu. Është një set lares trupi edhe krem për trupin, pra, nga Kores. Edhe kjo, është vanilla cinnamon. Është me vanilja. Vanilja në përgjithësi, po më njihni, është shumë te aromat e mia. Gjithë parfumet që kanë si bazë vanilja. Gjithë shampot që më pëlqejnë për flokë ose për trup janë me shije vanilja. Kështu që është perfekte kjo dhurata këtu. Edhe më duket tani ka arritur ora të vishëm. E morëm tortën edhe qerin, çuni vajt 21. Edhe kemi erdhur te shtëpia e David që të hypim lart sepse vllai David nuk është në shtëpi momentalisht.
Devi pa parkon makinën siç mundeni të kuptoni nga Boria. Edhe shkojmë në lart që ta presim sepse është në palestër momentalisht. Kështu që do i presim lart që t'i bëjmë surprizën. Edhe mezi po pres të haj tort. Kjo është xhaketka më e ngrohtë që kam për në shtëpi. Edhe më duket do të shkoj të blej një tjetër, po pa rushka lart, që të mundem ta vesh edhe jashtë, sepse realisht këto ditë me këtë ftohtë që bën jashtë, nuk duhet të dal nga shtëpia dhe po dola nga shtëpia duhet të jem e veshur kështu, me tuta, me këtë që është e ngrohtë, diçka që të ndihem që më përqafon. Kam erdhur në kuzhinë sepse është ora e drekës. Edhe them të bëj makaronka. Kam parë një recetë që bëjnë kështu në furrë, vën makaronka, djath në mes, to domatkat vockla, e bëhet shumë e mirë, po nuk jam edhe e sigurt po i kam gjithë ingredientet, kështu që le të shohim një herë, pastaj me ato që kemi, me ato do punojmë. Nuk kemi domate. Shkojmë në supermarket tani, ja vlen, nuk ja vlen. Le të shkojmë një xhiro në supermarket. E vendosa. Kështu do dal. Do kopstit pak xhopin edhe nuk më intereson. Kush do më shoh në fund të ditës deri në supermarket që do shkoj. Kështu them çdo herë, edhe pastaj dal si të shmendur nga shtëpia, të shkoj në supermarket, shkoj deri këtu te kafja, te lagja të marr një kafe të pi ose diçka. Edhe çdo herë që jam në një situatë skandal, do gjej në rrugë çdo njeri që nuk kam parë që atëherë që jam lindur. Domethënë njerëz nga shkolla, njerëz nga ku e di un kërcimi që bëja dikur. Kam parë lloj njerëz që kur jam e veshur edhe e bukur edhe tamam si njeri, nuk shikoj asnjë. Re as edhe një njeri që them do të dal tani e bukur e lyer këtë andej, do më shikojnë njerëzit, nuk shikoj asnjë. Nuk e di po më ndodh vetëm mua kjo, po tani që them diçka nuk më intereson. Supermarket haul i shpejt, se normale kur shkon në supermarket të marrësh një gjë, kur nuk merr një gjë. Patatina Amerigon. Këto ditët e fundit më pëlqen shumë të ri në shtëpi edhe të lexoj librin tim ose të shikoj ndonjë serial. Se bën ftohtë, nuk kam shumë orë të dal, edhe kur dal, do dal 1-2 herë brenda javës, do shkoj për shembull në teatr, siç kam planuar të shkoj sot me shoqen time, që do jemi diku brenda, sepse nuk kam orë të ri të bëj xhiro nëpër rrugë të Athinës. Kështu që desha të them të përfundoj që në darkë shumë herë duhet diçka të ha, jo të ha buk, të ha të një pëdove. Prandaj i mora këto t'i kem edhe patatina të tjera me ketchup, nga të preferuarat e mia. Pastaj kemi kuluri për mëngjes që ju kam treguar që po ha këto. Pastaj mora Philadelphia që është krem djath, të cilin do e vet tani brenda me makaronat në mes, sepse thoshte receta që mundesh të vesh ose feta djath të bardhë, ose krem djath, kështu që thash le ta provoj me krem djath që nuk e kam provuar ndonjëherë. Edhe kjo ka edhe 11% protein, edhe max 3% fat. Pastaj mora domatka që për këto vajta, të cilat do i presim edhe do i vëmë brenda te tepsia me makaronkat në furrë. Pastaj mora edhe ketchup që na kishte mbaruar edhe mustard. Mua më pëlqen shumë t'i kombinoj këto të dyja edhe t'i bëj si salcë. Mora edhe një salcë pesto rosso, sepse tani do përdor të fundit për recetën që do bëjmë, kështu që t'i kem edhe një tjetër rezervë për ditë tjetër që do dua makarona. Tani përfunduam me kolin ton edhe fillojmë me gatimin, mbasi i laj duart, gjithmonë t'i lani duart para se të gatoni. Gatuani, ç'a them edhe unë tani. Të jeni vajza dhe shumë të mira. Të paste. Çfarë? Kam filluar me vllavallishë tani se po më haj bukë. Atëherë, kjo është një recetë shumë e shpejtë dhe e thjeshtë, edhe shumë e shijshme, kështu që unë do sugjeroj të provoni të gjithë. Në një tepsi do vini në mes djathin, ose krem djath, ose djath të bardhë, çfarë të doni ju, me të dyja del fantastike. Pastaj do hedhim makaronkat anë mban te tepsia. Pastaj nga lart domatkat vogla të cilat do i prisni thjesht në mes edhe do i vendosni. 2-3 lugë të vogla pesto, ose pesto rosso që kam unë, ose pesto normalen, atë jeshilen, klasiken, që të doni ju. Edhe pastaj nga lart do vini thjesht pak ujë, pak krip, pak piper, edhe do e mbuloni me diçka, do e vini në furrë në 180 gradë për 20-25 minuta, diku atje. Edhe është gati. Finito!
Ora e provës duket fantastike dhe mban erë shumë të mirë, kështu që le të shohim. Mrekulli. Super kremoze, tekstura është fantastike. Shihet që ka letën të gjitha shumë bukur bashk, ta provoni. Nuk bëra mbyllje normale, kështu që erdhe këtu t'i them të bëni një like, një subscribe, një comment, një diçka të më ndihmoni në këtë jetë. Edhe shpresoj t'ju ketë pëlqyer ky vlogu, edhe ne do shihemi te video radhës.